Protesta për Zvërnecin, Artur Meçollari, kemi një kryeministër që është kërcënim për sigurinë kombëtare. Ish komandant i flotës zyrtare Artur Meçollari ka folur në protestën e 10 që u mbajt në Tiranë kundër ndërtimit të resortit luksoz në Zvërnec. Meçollari tha se përveç kundërshtive ndaj investimit në Zvërnec, qytetarët shqiptar kanë shumë arsye të tjera për të protestuar. Kjo protestë është moment historik, por po ndryshojmë mënyrën e të vepruarit sepse po kuptojmë se një shtet i së drejtës ligjore i barabartë e duan të gjithë. Zvërneci ishte pika e ujit që mbushi gotën, por Edi Rama kërkoi ta devionte debatin duke thënë se s'ka projekt. Dua t'ja kujtoj aeroportin e Kukësit, asnjë avion nuk ulet dhe nuk ngrihet, ndërsa koncesioneri merr çdo muaj parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munguar. Porti i Durrësit është gjithashtu një krim shtetëror, është porti vetëm tregtar në Shqipëri që mban lidhjet rajonale dhe tregtare, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Mund të shkojmë në Palas dhe të shohim çfarë ka ndodhur aty. Si është tjetërsuar mjedisi, mund të shkojmë në Limjon, që nga baza detare u projektua për resort për oligarkët. Kemi një kryeministër që është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës, tha Meçollari.